Bashkitë Gjirokastër dhe Fier kanë shpallur zonat me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore në kuadër të zbatimit të ligjit për paketën e maleve. Vendimi synon të nxjerrë zhvillimin ekonomik, industrial dhe turistik në këto territore përmes krijimit të kushteve më të favorshme për investime dhe zhvillim të qëndrueshëm lokal. Në Bashkinë e Fierit janë shpallur 8 zona prioritare me një sipërfaqe totale prej mbi 16.000 hektarësh. Sa kaq, në Bashkinë e Gjirokastrës janë shpallur 9 zona prioritare me një sipërfaqe prej mbi 1.500 hektarësh. Në këto zona do të mbështeten aktivitete që lidhen me zhvillimin ekonomik, industrial dhe turistik, me synimin për të rritur potencialin në territorit dhe për të krijuar më shumë mundësi zhvillimi për komunitetin. Për zbatimin e këtij vendimi janë ngarkuar Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Agjencia Kombëtare e Kadastrës si dhe Bashkitë Fier e Gjirokastër, por ndërsa për këtë nismë janë hedhur akuzat se do të bëhet për tjetër simprone, Ministri Ervin Demo i ka hedhur poshtë, duke thënë se paketa e maleve ka si qëllim zhvillimin ekonomik lokal dhe nuk përfshihen prona që janë në pronësi individuale. Një muaj më parë, kryeministri Rama deklaroi se nuk do të rikandidohet asnjë kryetar bashkie nëse nuk nënshkruhen të paktën 10 kontrata investimesh përmes paketës së maleve.